Belinda Balluku duhet ishte e dorëhequr, e shkarkuar. Ishte një batut që nuk i zëm më bes Edi Rama as vetë rrugëve të Belinda Ballukut. Sigurisht që kjo është ironi, por është e frikshme në fakt ajo që po ndodh. Dhe kemi së paku në këndvështrimin tim sikur t'ja linim fajin gjeologjisë dhe rrenit, kemi një sabotim të tmerrshëm ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe sabotimi është vepër e rënd penale në kodin penal. Dhe sabotimi është bërë nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Infrastrukturës, nga autoriteti rrugor shqiptar. Nuk është gabim 30 vjeçar, siç Nuk është gabim 30 vjeçar. Shiko, unë kam pyetur ekspert, kam komunikuar dje dhe sot kam ngritur një pyetje në rrjetet sociale dhe më ka shkruar shumë inxhinier. Dhe të gjithë kanë të njëjtin mendim, që rruga është shembur për shkak të punimeve që po kryhen për ndërtimin e rrugës së re në atë korridorit të 8 në Elbasan Qaftan. Sepse është mbyllur proj ku kalonin ujërat sipërfaqësore, ajo ura që është shembur atje, prandaj ishte ura. Sepse atje kalonin ujërat dhe derdheshin në lum. Dhe çfarë kanë bërë? E kanë mbushur me inerte dhe ujërat kanë deportuar në tokë dhe i gjithë shpati i malit është tashmë është duke rishkitur. Dhe në këto kushte ne nuk kemi një rast sporadik, po kemi të paktën 2 vitet e fundit që të gjitha rrugët e tenderuara, e prokuruara nga Belinda Balluku janë sot me probleme dhe të shembura. Vetëm në qarkun e Korçës, unë po ju them që janë investime që kalojnë mbi 500 milion euro, duke marrë për shembull rrugën Korçë-Sek, rrugën Qukës-Qaftë-Ploç, rrugën që po ndërtohet tani që është investim deri tani 100 milion euro, sepse normalisht korridori 8 i shërben qarkut të Korçës. Pra janë rrugë të cilat sot po shepen për shkak të probleme me studimin, me projektimin. Nuk është çështja që, domethënë, sot u duk sikur kryeministri përqendroi që vetëm tek ajo urë është problemi i izolimit të jurgrindjes. Tek gjithë deklarata e kryeministrit, ajo që unë pash me shumë shqetësim është amnistia që ai ka bërë kompanive kontraktore për ndërtimin e aksit të ri dhe kompanive që kanë bërë studimin dhe projektimin e kësaj rruge. Sepse kryeministri, nëse ka evidenca, nëse ka studime që vërtetojnë atë që thot ai, duhet të dali. Në të kundërt sot kryeministri është duke kryer një krim të rëndë sepse kryeministri po saboton ekonominë shqiptare. Po ju kujtoj vetëm një gjë. Rruga korridori 8, pra rruga Elbasan-Qaftan, është një rrugë strategjike për Shqipërinë. E lidh kryeqytetin, portin e Durrësit me 2 doganat më të rëndësishme të vendit, me Qaftanën dhe me Kapshticën. Jo vetëm Kapshtica e shërben, jo vetëm po themi shkëmbimit të njerëzve dhe mallrave me Greqinë, por edhe me Turqinë, edhe me vendet e tjera të Ballkanit. Dhe gjithashtu dhe Qaftana. Sot janë bllokuar me qindra kamion, cilët po detyrohen që të kalojnë nga doganat e tjera, nga Kosova, ndoshta nga Dibra e Madhe, për të ardhur në Tiranë dhe mëtej në portin e Durrësit. Dyfishohet koha, trefishohet koha. Patjetër dyfishohet koha, kostoja, por Shqipërinë e nxjerr nga, po themi, nga ajo rëndësia strategjike që ka në rajon. Vetëm pak ditë më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeveria e Maqedonisë Veriut kanë nënshkruar një marrëveshje tregtare. Dhe për herë të parë, porti i Durrësit anashkalohet totalisht dhe importi dhe eksporti i mallrave mes Maqedonisë Veriut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëhet nëpërmjet porteve greke. Duke e nxjerr portin e Durrësit jashtë lojës totalisht. Jo, e kanë nxjerrë, e kanë nxjerrë vetë ai, se ai e prishi. Ajo është pas shpaluar. Kjo është skema, kjo është qëllimi, aty si bën fare përshtypje, ai ishi lumtur që po e bën këtë gjë. Unë ja kam bërë interpretimin pikërisht në kontekstin që porti u Durrësit u shkatrua dhe është dhënë sot për port turistik, por sot i shtohet pikërisht edhe shkatrimi i rrugëve. Kjo duhet mendojmë diçka. Nisja e helikopterit nga Tirana drejt Korçës për të çuar ata investitorë në fushën e arsimit, por mund të ishin edhe në fushën e ekonomisë, turizmit. Pse kryeministri nuk i kaloi nga kjo rrugë? Mirë keq do ta gjeni një mundësi për të kaluar. Pa, a ka investitor që do të shkonte deri në Librazh dhe do të shirte atë rrugë të shembur që nesër do të vitë investojnë në Korçë? Sigurisht pas me helikopter, se ai që vjen me helikopter. A ka turistë huaj që vjen në Shqipëri dhe kalon nëpër këto rrugë, tunelin e Llogaras, në rrugën e Arbit, Qukës Qaftë-Ploç, Korçë-Sek, Elbasan, Librazh. Se më ke nisur një listë këtu të gjatë rrugësh. Janë me 10 akse rrugore, janë rrugë të cilat janë ndërtuar tashmë dhe janë shëmbur. A ka turistë huaj që do kalojnë ato rrugë? Mi ka nisur Juli
Juli, atëherë ke shkruar Korçë se ke shembur në 2024 kushtoi 88 milionë euro vetëm ndërtimi. Malish Lozhana shembur 2026 kushtoi 14 milionë euro vetëm ndërtimi. Qukës qaf Ploç disa shembje 2025